Dje në orën 10:55 në stacionin policor Gostivar është denoncuar se një person ka vdekur në një hotel në Mavrov. Ekipi i hetimit në prani të prokurorit publik ka kryer hetime në ambientet ndihmëse të hotelit, ku në një nga dhomat e personelit është gjetur i vdekur 59 vjeçari VL nga Ohri. Nga ana e mjekut është konstatuar vdekja pa lurë më dhune, ndërsa me urdhër të prokurorit publik, trupi është dorëzuar për obduksion. Dje në orën 18:20 në SPB Tetov, AJ 34 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se rreth orës 16:10 në rrugën Jane Sandanski është sulmuar fizikisht nga persona të panjohur. Sipas denoncimit, derisa AJ ishte në automjetin e tij të parkuar, pranë tij është parkuar një automjet Passat me targa të Shkupit, me çrast shoferi gjatë daljes ka goditur me derë makinën e tij. Pasi ka thënë se duhet të ketë kujdes, shoferi i Passatit së bashku dhe me një person tjetër e kanë sulmuar fizikisht personin AJ, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 19:30 personi BB, 42 vjeçar nga Tetova, në SPB Tetov ka denoncuar se djali i tij mitur AB, 17 vjeçar, i cili një ditë më parë ishte denoncuar si zhdukur, është kthyer në shtëpi në gjendje të mirë. Ata më vonë, në orën 22:10, kanë denoncuar veprën penale lëndim trupor, të kryer në banesën e tyre në Tetov nga 2 persona nga fshati Pallatic. Sipas denoncimit, personat kanë hyrë me dhunë në banesë dhe e kanë sulmuar të miturin, po merren masa në zbardhjen e dokumentimin e rastit. Mbrëm personi me iniciale VI, 39 vjeçar nga Gostivari, në DPB Gostivar ka denoncuar se një ditë më parë rreth orës 21:30 në rrugën Tode Bogdanovski, 2 vajzat e saj të mitura janë sulmuar fizikisht, sipas denoncimit, pas një debati paraprak verbal me shoqen e tyre, nga shtëpia ka dalë nëna e shoqes së tyre FM, e cila i ka sulmuar ato, duke përdorur dhe një send të druri, po merren masa në zbardhjen e rastit. Dje në orën 11:45 nga ndihma e shpejtë mjekësore në Gostivar është denoncuar se në qendrën urgjente është sjell një 17 vjeçar nga fshati Dobërdoll pa ndjenja, si pasojë e helmimit me monoksid karboni. Pas hetimit në vendin e ngjarjes është konstatuar se i mituri kishte fjetur në një dhomë bodrumi, ku kishte një ngrohëse me pelet dhe pasi babai i tij e kishte ndezur ngrohësen, dhoma ishte mbushur me tym. Hetim në vendin e ngjarjes ka kryer ekipi policisë së Gostivarit.